8 pro, 3 nuk morën pjesë në votim, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet shpallja e vakancës për antarin e gjykatës kushtetuese që i takon Kuvendit të Shqipërisë me mandat të plotë. Komisioni i ligjeve ka miratuar shpalljen e vakancës për vendin e Elsa Toskës në gjykatën kushtetuese pas dorëheqjes së kësaj të fundit. Me 8 vota të mazhorancës u miratua shpallja e vakancës dhe u la 20 ditë kohë për kandidatët që të kenë mundësi të aplikojnë. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Oert Bylikbashi në fjalën e tij tha se mënyra se si po bëhet rifreskimi i gjykatës kushtetuese ka synim vetëm kapjen e saj nga mazhoranca, por sipas kryetarit të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, formula e rifreskimit të gjykatës kushtetuese është e përcaktuar nga ligji. Dhe një nga gjërat që ka dështuar është pikërisht mekanizmi i rotacionit. Nuk ka ditë ta zgjidhë si duhet. Të gjitha përpjekjet edhe piruetat që po bëhen përfshirë me vendime të gjykatës kushtetuese për t'i dhënë një zgjidhje që çon ke objektivi final që ka pas që në atë kohë, që është denoncuar në atë kohë. Kapja e gjykatës kushtetuese thjesht është akt tjetër në vazhdim. Jemi në kushtet që ne jemi detyruar të zbatojmë kushtetutën edhe ligjin, sepse nuk e ndryshojmë dot. Edhe në 125 e kushtetutës ka parashikuar mekanizëm zhbllokimi renditjen kur dështon kuorumi prej 84 votash për zgjedhur një nga ata. Elsa Toska u dorëhoi si antar e gjykatës kushtetuese në shtator të vitit 2024. Zëvendësi i saj që do të përzgjidhet pas fazës së 20 ditore të aplikimeve pritet të ketë një mandat 9 vjeçar.